Modelja jone e bukur Kiara Tito sonte është e bërë shumë mbresle nëse edhe 5 ditë na ndajnë nga sezoni i 44 i emisionit me të famshëm të humorit Portokalli ku Kiara moderon si dhe aktron në sekuenca të shkurtra pikante. Ajo po përgatitet si me provat e moderimit por nuk lë mbrapa as lukun e saj ditën e sotme. Ajo ka bërë një grim të bukur të lehtë ku fytyra e saj merr me shumë dritë dhe pamja e saj duket kaq mahnitse. Ajo ka lyer flokët me një nuancë ngjyre floririku. Është vend në duke hija e saj shumë e këndshme. Moj lunush ty çdo ngjyre e flokëve të shkon përveç pamjes dhe buqeshja që marros Luizin Cifti Jelli tashme është kthyer në Tiranë pranë të vogles së tyre pasi pushimet mbaruan. Kjo vere ishte gjatë por shumë e bukur për ta pasi ata vizituan vende e pane kultura të ndryshme. I urojnë Ciftit Begati të gjithë fansa e dashamirës, presin të dali traileri i filmit dhe këngët për Luizin, ndërsa për Kiarën presim të shkëlqejnë në datën 1 tetor në ekranin prestigjos. Ju urojnë sukses të Ciftit dhe jetë të gjatë lunushit. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.